Policia e shtetit ka finalizuar me sukses operacionin e koduar Operacionalia 88, duke vënë pranga në Tiranë një shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar. I arrestuari është Bledar Mansaku, 50 vjeç, banues në Tiranë, i cili rezultonte në listën e personave të kërkuar nga autoritetet italiane. Sipas policisë, arrestimi u bë i mundur fal punës së drejtorisë së forcës së posaçme operacionale dhe informacioneve të siguruara në rrugë operative që quan në lokalizimin dhe kapjen e tij. Gjykata e Apelit në Firenze e ka dënuar Mansaku në vitin 2024 me 7 vite burg për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike, sipas legjislacionit penal italian. Arrestimi i tij është kryer me qëllim ekstradimin drejt Italia, ku ai do të vuajë dënimin e dhënë nga drejtësia italiane. Operacionet për kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar vijojnë në kuadër të bashkëpunimit mes autoriteteve shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar.